Procesi i integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian vijon të mbetet fokus të debatit politik mes optimizmit të qeverisë dhe skepticizmit të opozitës. Gjatë raportit në Komisionin për Punët e Jashtme, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha siguroi se procesi nuk është bllokuar dhe se pritet drita jeshile nga Brukseli për miratimin e raportit i bar. Nuk ka pasur dhe nuk ka bllokim, nuk ka pasur dhe nuk ka veto nga asnjë shtet antar për procesin e antarësimit të BE-s të Shqipërisë në BE. Procesi ka vijuar dhe vjen normalisht. Këtë, nëse ka nevojë të kujtohet, e ka thënë dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë dhe e ka publikuar, e ka theksuar publikisht. Nuk ka absolutisht asnjë gjë që mund të ndaj me ju, sepse raporti është hartuar nga komisioni dhe raporti nuk është ndarë me palën shqiptare. Pra, pala shqiptare ka plotësuar ato që janë kërkuar, ka dhënë maksimumin e informacionit në një mori aktësh nga më të ndryshmet. Por raporti është hartuar nga Komisioni Evropian dhe këtë nuk duhet ta harrojmë. Është nderi i Komisionit Evropian që është sot aty. Sigurisht dhe i Shqipërisë me interesin që kemi, sepse në fundit do vendoset për Shqipërinë, por është raport i Komisionit Evropian, i shërbimeve të Komisionit Evropian, i cili po diskutohet nga Këshilli. Në këtë mes, Shqipëria nuk ka qasje në dokument. Në krahun tjetër, opozita ngriti shqetësime për zhvillime që lidhen me Serbinë, përfshirë mundësinë e bllokimit të fondeve, të cilët mund ndikojnë edhe në procesin e integrimit të Shqipërisë. Megjithatë, kryediplomati Hoxha theksoi se dy shtetet kanë agjenda krejtësisht të ndara. Në lidhur me growth plan kam përshtypjen që për sqarimin që gjithsecili është përgjegjës për reformën e agjendave, për përgjigjet dhe për plotësimin sipas kalendarit respektiv secilit vend, dhe asnjë reformë agjenda nuk ka asnjë lidhje me të tjerat, kështu që nuk ka asnjë shqetësim se çfarë ndodh në Serbi mund të replikohet në një formë ose në tjetër në Shqipëri. Pyetjet e zotit Këlliçit. Kam përshtypjen që i dhash përgjigje Serbisë. Zoti Alizoti përmendi që Oped është publikuar në një nga gazetat më influente në Gjermani dhe kjo është e vërtetë, domethënë Frankfurter Allgemeine Zeitung. Debati në komision u shoqërua edhe me përplasje politike pasi deputeti Belind Këlliçi akuzoi ministrin për deklarata të papërshtatshme ndaj shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Hoxha i mohoi këto pretendime duke theksuar se komunikimet zyrtare bëhen përmes kanaleve institucionale dhe duke mbrojtur integritetin e tij profesional. Pozicionet e mia në detyrën e ministrit, pozicionet e Ministrisë së Jashtme nuk bëhen me SMS, nuk bëhen me WhatsApp, nuk bëhen me Signal, nuk bëhen me asnjë lloj gjëje përveç se me atë që është autorizuar dhe janë deklarime të cilat janë përmes kanaleve zyrtare të autorizuara, të njohura, të konsoliduara dhe vetëm ato janë transparente dhe vetëm ato përbëjnë autoritet. Unë nuk i lë askujt në asnjë sekond, zoti kryetar, të drejtën që të vërë ndryshim punën time 35 vite në shërbim të shtetit shqiptar në të gjitha administratat të cilat kanë marrë përgjegjësinë dhe votën e shqiptarëve për drejtuar këtë vend. Miratimi i raportit i bar nga vendet anëtarë të Bashkimit Evropian do të përbënte një hap të rëndësishëm për Shqipërinë, pasi do t'i hapte rrugë fazës së mbylljes së negociatave për grup kapituj, duke afruar vendin më pranë antarësimit në familjen evropiane.